Vesa Tullumi, mirë mëngjes Ves. Mirë mëngjes Eri. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesë. Atë kemi zgjuna herët as zgjosh vet. Zgjona herët. Gjithmonë. Mirë shumë. Ves është kënaqësi me të pas studio. Duke e ditë për faktin që ti nuk jetu në Gjakova, jo? Jo, jam të jetu në Brno në Çeki që 8 vjet. Në Çeki në Brno që 8 vjet. Po. Wow. Çysh është jeta në Çeki? Jeta në Çeki është shumë mirë. Çka më pëlqen është se ka rregullsi. Jam të punu për kompaninë Lufthansa. Aerora, kompania Aerora? Kompania Aerora, po. Aty pata fillu si customer service agent, pas ne kom kalu si specialiste në kualitet për thirrjet edhe për klientat edhe për agentat cilat komunikojnë me klienta. Edhe tash jam edhe trajnere e një prej produkteve që na kemi atje. Qysh vendosëm u zhvendos? Qysh vendosëm po. Aq ma tepër në Brno që nuk e kom ditë edhe ku i bjen. Unë kur përfundova studimet gjermanishtes në Maqedoni, isha tu provu me dal jashtë Ballkanit, me punu diçka ndryshe prej asaj çka kom studiu, me provu veten se çka du me vazhdu pastaj me studime, master. Edhe gjatë asaj kohe më erdhi një email prej tashmë një kolege që kam atje, kërkojshin punë në Lufthansa dhe thash okay, është kompani gjermane, unë kam studiu gjermanisht, edhe u kërkove puna me gjermanisht. Edhe thash okay, do provoj për një vit. Edhe me ta që tet. Wow, shumë regat. Shumë gat. Unë e vi shpesh. Vjen shpesh. Shumë.